Partia Demokratike e Kosovës ka mbështetur që nga fillimi funksionimin e papenguar të gjykatës speciale, me bindjen e plotë se në këtë gjykatë do të garantohej e drejta për gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, si themel i gjitha lirive dhe drejtave të njerëzit. Për vlerësimin ton, një gjykatë në zemër të Evropës nuk do duhej kur të shndrohet në një mekanizëm për ndjekje, aq më pak në emër të drejtësisë dhe viktimave të luftës. Fatkeqësisht, vendimi i fundit nuk paraqet drejtësi, por një përndjekje të qartë në emër të drejtësisë. Prandaj ne kërkojmë një gjykim të drejtë, të bazuar në standardet demokratike të vendeve perëndimore nga vinë gjyqtarët që punojnë në gjykatën speciale. Ne kërkojmë thjesht dhe vetëm respektim të drejtave të akuzuarve. Ne kërkojmë që humanizmi të mos zhduket përballë paragjykimeve dhe që ligji të mos shtypet në emër të drejtësisë. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje dhomave të specializuara, faktorit ndërkombëtar dhe të gjitha shteteve që financojnë gjykatën speciale, që të veprojnë me përgjegjësi dhe me respekt ndaj drejtave dhe lirive fundamentale të njerëzit. Ne kërkojmë që vendimet të mos jenë ndikuara nga perceptimet, por të bazohen në fakte, në ligj dhe në parimet e drejtësisë. Të nderuar përfaqësues të mediave, më lejoni të them që në këtë rast dhe të shpreh indinjatën dhe zhgënimin e thellë të Partisë Demokratike të Kosovës për mungesën e ofrimit të garancioneve nga institucionet e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë në liri. Prandaj u bëjmë thirrje sot institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e këtyre garancioneve, sepse jemi të bindur se procesi në Hagë dhe epilogu i tij nuk janë thjesht një çështje individuale për të akuzuarit, por janë një çështje thellësisht me rëndësi themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës. Mos angazhimi institucional nuk është thjesht një neglizhencë, por është qartazi një heqje dorë nga një përgjegjësi historike.